Në kuadër të fushatës ndërkombëtare 16 ditë aktivizëm kundër dhunës në familje, Qendra për të Drejtat e Gruas Etika organizoi një debat publik me moton "Ndrysho tregimin, jepi fund dhunës". Në panel morën pjesë përfaqësuese të partive politike dhe pjesëtarë të shoqërisë civile, të cilat kontribuan me perspektivat e tyre mbi rolin e grave në politik, rëndësinë e bashkëpunimit ndërsektorial dhe sfidat lidhur me mbrojtjen e grave viktima të dhunës në familje. Qëllimi i debatit ishte të nxjisë dialogun ndërmjet aktorëve politike dhe shoqatave të grave mbi fuqizimin e zërit të grave brenda partive politike. Kështu deklaroi kryetarja e Qendrës për të Drejtat e Gruas Etika në Gostivar, Sebajete Zenko. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është që këto gra të ulen të gjitha së bashku dhe në një vend të diskutojmë problemin serioz që e kemi në shoqëri, është dhunën në familje dhe dhunën në bazë gjinore. Për posë kësaj, rëndësia e veçantë është që këto gra të arrijnë të kalojnë qëllimet partijake të tyre dhe të gjitha së bashku të mund të diskutojnë dhe të debatojnë për një problem kaq serioz. Shpresojmë dhe të gjithë jemi dëshmitar se dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore nuk njeh gjini, nuk njeh përkatësi partijake. Kështu që gratë janë ato të cilat duhet të kalojnë të gjitha barierat me të vetmin qëllim që këto gra të kenë përkrahjen edhe të grave, edhe të sektorit qeveritar, por edhe të gjithë institucioneve tjera që kanë rol kyç. Pjesëmarrësit diskutuan mbi mekanizmat e nevojshëm për të rritur mbështetjen institucionale dhe sociale për gratë, si dhe mbi mënyrat konkrete të krijimit të solidaritetit për të interesave partijake, me qëllim të forcimit të mbrojtjes së viktimave të dhunës. Të ftuara ishin përfaqësuesit të gjitha subjekteve politike, ndërsa në cilësi të panelistëve u prononcuan Arta Bilalli Zendeli nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Njomza Shaqiri nga Aleanca për Shqiptarët, Aneta Kiroska nga VMRO-DPMNE-ja dhe Ema Neshkoska nga LSDM. Duhet t'i themi mjaft viktimizimit të 2 fisht apo të 3 fisht të grave të cilat janë viktima të dhunës në familje. Them viktimizimit të 2 fisht apo të 3 fisht, duke pasur parasysh se fillimisht dhuna mund të ndodhë në familje, dhuna e 2 apo e 2 fisht me të cilën ballafaqohen ato gra është dhuna në institucione ku kërkojnë ndihmë, qoftë në polici, qoftë në qendrën për punë sociale, ku të gjithë edhe në libra shkruan ku të gjithë i shohin me një dosë të caktuar mosbesimi, dyshimi, po ndonjëherë edhe mlefi dhe përbuzjeje. Dhe e treta është se edhe në qoftë se funksionon sistemi dhe ajo i kalon të gjitha fazat të cilat i parasheh ligji për mbrojtje nga dhuna në familje dhe edhe kodi penal, po edhe pjesë të tjera të legjislacionit, kam përshtypje se edhe kur do të kthehen përsëri në mesin ku kanë jetuar, përsëri do të viktimizohen për së treti herë nga rrethi në të cilin ato janë kthyer. Për fat të keq, gruaja e cila është në ndikimin e dhunës, qoftë psikologjike, emocionale, ekonomike, fizike, që shpesh herë din të përfundojë edhe me vrasje, në shtetin tonë gjejmë përkrahje ligjore vetëm pasi të ketë ndodhur dhuna. Edhe pse ekzistojnë format legale, duhet popullata të vetëdijsohet, ose thjesht gruaja ose edhe burri i cili është pre dhunës të di të raportojë dhunën. Kemi rastet e fundit, domethënë një vetvrasje e cila ende nuk është konfirmuar e një studente ose vrasje të bashkëshortëve ndaj grave të cilat ndodhin këtu në rrethin tonë, për të cilat pak ngritet zëri ose flitet vetëm në momentin që ndodh. Решавањето на проблемот на семејното насилство. Zgjidhjen e problemit të dhunës në familje nuk mund ta bëjë vetëm një organizat. Duhet të jemi të bashkuara dhe të kyçen më shumë përfaqësuese të sistemit shoqëror. Pra, fillimisht dua të potencoj se sa më shumë gra duhet të angazhohen në sferën politike, por ato të mos jenë vetëm numra të cilat do të plotësonin, por të jenë zë i fuqishëm në të gjitha sferat, pra të arrijnë në pozicionet vendimarrëse. Unë e di se ka shumë gra që këtë do të mund ta bënin, por të njëjtave duhet t'u jepet mundësia për të dalë në pa. Mbi të gjitha dëshiroj të potencoj mbështetjen e një gruaje për një grua tjetër, e cila është e rëndësishme jo vetëm për ta denoncuar problemin, por edhe për të bërë zgjidhje. Тука сме да ја подигнеме свеста колку е важно жртвите да го препознаат насилството, затоа што
Jemi këtu për ta ngritur vetëdijen se sa e rëndësishme është që viktimat ta njohin dhunën, sepse ajo mund të paraqitet në mënyra të ndryshme dhe për fat të keq, ajo nuk njeh dallime politike, fetare e kombëtare. Ne si përfaqësuese politike kemi përgjegjësi më të madhe në drejtim të krijimit të politikave funksionale, të cilat të nënkuptojnë sistem funksional. Konsideroj se është shumë e rëndësishme të kemi gra të fuqishme, por edhe burra të vetëdijshëm. Dua të potencoj edhe empatinë e nevojshme në mes të grave, sa herë që një grua është viktime çfarëdo lloj dhune. Dua të theksoj se ky problem është sistematik dhe jo individual, dhe mu për këtë, institucionet duhet të jenë të vetëdijshme për seriozitetin e problemit dhe të përgjigjen përballë çdo lloj sfide. Kujtojmë se në qershor të vitit të kaluar në Gostivar u hap një derë shprehse për viktimat e dhunës, strehimorja e parë për gratë e dhunuara në regionin e Pollogut. Ajo erdhi si fryt i shumë viteve përpjekje, këmbgulje dhe sakrificash të qendrës për të drejtat e grave Etika.